Në jetë ka qaste kur gjithçka duket e rëndë. Zemra ngushtohet. Mendja s'din kah me ambajt, e shpirti ndjen sikurse po mbytet e fundoset në hall. Pikërisht në ato qaste, Zoti i gjithëmëshirshëm na fton, na thirr me u kthy te ai me fjalë të buta e plot mëshirë. Allahu thot: kërkoni ndihmë me durim e me namaz, se vërtet Allahu është me durimtarët. Namazi nuk është barë, por është stre. Edhe njerë, namazi nuk është barë, por është stre. Namazi është pushim për shpirtin e lodhun dhe forcë për zemrën që dridhet prej ankthit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa herë që e kapte ndonjë vështirësi, ngrihej e falej. Sepse aty e gjente paqen. Aty në namaz i shkon të largohi mërzia, sikur shiu që e lan plohnin e tokës. Allah, kur njeriu bjen sejdë, nuk bjen për me u dorëzu, bjen në sejdë për me u ngrit. Në atë përkulje ka forcë. Në atë përkulje ka durim, në atë përkulje ka dritë, në atë përkulje aty është lidhja dhe shpresa në Allah. Çdo lot që derdhet në namaz, çdo ruku, çdo sejdë, çdo Allahu Akbar është hap drejt qetësisë. Mos e mendon namazin si pengesë, asnjëherë. Ai s'ta ndal namazi, nuk ta ndal jetën, ta rregullon jetën. Namazi nuk të merr kohë, t'je bekim në kohën që ke. Sepse kush e ruan namazin, Zoti ja lehtëson rrugt, ja hap zemrën e ja shuan dhimbjen. Falu me durim e me besim. Sepse kur gjunjëzohesh për Allahut, Allahu t'i ngre supet përballë çdo sprove. Namazi drita që ta ndriçon errësirën e shpirtit. Kur jeta të bëhet e rëndë, çohu e falu. Në sejdë gjendet qetësia që bota s'ta jep. Namazi çelësi që t'i hap dyert e lehtësimit. Kur s'din kah me ambajt, ktheju te namazi. Me durim e namaz, çdo hall ka zgjidhje, çdo hall. Namazi streha e shpirtit në ditë të vështira.